paketat rajonale turistike janë konsideruar si gjetje interesante për faktin se tërheqin turist të cilët mund të shkojnë në Itali, mund të shkojnë në Greqi për shumë arsye dhe për një periudhë disa ditore mund të vizitojnë Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë apo Malin e Zi, duke pasur një shije tjetër edhe një. Dhe fakti që vendet tona kanë qenë të mbyllura dhe të izoluara për një periudhë relativisht të gjatë kohe, kjo i bën më atraktive dhe më kurioz turistët, vërtet ka bukuri të pa eksploruara edhe histori të cilat për ata vërtet duken interesante. Të vendoset standarde, ne vërtet duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, por krahas të drejtave kemi dhe përgjegjësi që duhet të merret leje, të vendoset kontrolli, të mos preket prona e tjetrit. Pra, paralelisht po punohet për të vendosur kontroll mbi territor, duke prishur ndërtimet pa leje, duke përmirësuar legjislacionin për planifikimin e territorit dhe duke penalizuar aktet e ndërtimit pa leje dhe duke vendosur sanksione të forta. Mbasi e kemi parë thjesht si diçka mekanike, urbane, thjesht zhvillimi i territorit, në fakt është mjedisi ynë i përbashkët, hapësira publike na takojnë të gjithëve si qytetarë të këtij vendi, duhet mendojmë për sot, po edhe për brezin që vjen nesër, për fëmijët tanë, që ky zhvillim që do t'i japim Shqipërisë të jetë i qëndrueshëm, të mos jetë, siç thash, kaotik, dhe të jetë sipas rregullave dhe standardeve të cilët na pëlqen gjithëve të jetojmë. Mbajtëm premtimin për legalizimet falas për ligjin, por edhe për realizimin dhe dhënien e leve të legalizimit për mbi 12.000 qytetarë, duke dashur të realizojmë dhe të plotësojmë objektivin që brenda mandatit të parë të mundemi që të legalizojmë pjesën më të madhe të ndërtimeve pa leje. Në pjesën e kontrollit të territorit, të thosha që janë mbi 3.500 ndërtime pa leje të cilat janë prishur dhe ky aksion do të vazhdojë me intensitet. Kemi pasur mundësinë edhe shansin shumë të mirë që përmes Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, ne si Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, duke pasur sekretariatin teknik këtu, kemi mbështetur me projekte për rivitalizimin e qendrave urbane në bashkitë kryesore të vendit. Vetëm me fondin e parë janë dhënë 8 miliard lek. Puna në fushën e strehimit do të vazhdojë paralelisht në disa drejtime. Para po bashkëpunojmë me programin e Kombeve të Bashkuara për një dokument pune strategjik për strehimin në Shqipëri. Dhe 3 mujorin e parë dhe këtë e përfundojmë strategjinë për strehimin në Shqipëri. Do të vazhdoj puna nga enti kombëtar i banesave për ndërtimin e banesave sociale. Disa nga projektet janë filluar këtë vit, do të vazhdojnë dhe vitin tjetër. Ndërkohë që do të jepen kredi për qytetarët që janë më në nevojë, kredi me interes të ulët,